Shqipëria dhe Hungaria kanë forcuar partneritetin strategjik në fushën e mbrojtjes, duke çuar bashkëpunimin në një nivel të ri. Hungaria mbetet një aleat i qëndrueshëm i NATO-s dhe një mbështetëse e vazhdueshme e integrimit evropian të Shqipërisë, me rol aktiv në konsolidimin e sigurisë në Europën jugore dhe juglindore. Gjatë vizitës zyrtare në Budapest, Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu dhe autoritetet hungareze rënë dakord që marrëdhëniet dypalshe në sektorin e mbrojtjes të bëhen më të thelluara dhe më ambicioze. Një nga hapat konkret do të jetë shkëmbimi i atasheve ushtarak brenda vitit 2026, çka pritet të rrisë koordinimin strategjik, besimi reciprok dhe ndërveprueshmërinë mes forcave të armatosura të dy vendeve. Duke pasur një histori të ngjashme tranzicioni pas rënies së sistemit komunist, Shqipëria synon të përfitojë nga eksperienca hungareze në modernizimin e kapaciteteve mbrojtëse dhe në zhvillimin e industrisë ushtarake. Bashkëpunimi do të shtrihet edhe në trajnimin e personelit të forcës ajrore, duke synuar rritjen e profesionalizmit dhe të gatishmërisë operacionale. Ky angazhim i përbashkët konsiderohet një investim afatgjat për sigurinë dhe stabilitetin, si në nivel kombëtar ashtu edhe në kuadër të angazhimeve të përbashkëta në NATO.